Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar pas një akti vandalizmi të ndodhur në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin. Në njoftimin e shpërndar për mediat, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës bën të ditur se mbi pllakatin identifikues të ambasadës janë vendosur etiketa fyese dhe me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe. Mbi shkrimet përfshin slogane nacionaliste dhe nxitse, si nuk ka dorëzim dhe Kosova është Serbi, me konotacion propagandistik dhe përçarës. Menjëherë pas identifikimit të rastit, ambasada ka njoftuar autoritetet kompetente në Gjermani. Policia gjermane është informuar dhe pritet të ndërmarrë veprimet përkatëse, përfshi rretimin e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave përgjegjës. Ministria dënoi jashtë për çdo akt vandalizmi dhe gjuhurrëtie ndaj përfaqësive diplomatike të Republikës së Kosovës, duke theksuar se veprime të tilla bien ndesh me normat e konventat ndërkombëtare që garantojnë paprekshmërinë e misioneve diplomatike. Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj promovimit të paqes, dialogut, bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të mira ndërkombëtare, duke vazhduar të ushtrojë misionin e saj diplomatik në përputhje të plotë me parimet dhe standardet ndërkombëtare.